Pavarësisht se 83% e shqiptarëve janë përdorues të internetit çdo ditë, kur vjen puna për blerje apo kryerje të transaksioneve bankare, parapëlqejnë rrugët tradicionale. Gjatë vitit 2024, sipas Eurostat, vetëm 16.3% e shqiptarëve, grup mosha 16-74 vjeçar, kanë porositur mallra apo shërbime në internet të fundit në Europë, ndërsa në Holand, në rajonin qendror të Utrecht, regjistrohet përqindja më e lartë në BE, ku 91.5% e njerëzve porosisnin online produkte apo shërbime gjatë vitit 2024. Shqipëria renditet e fundit edhe sa i përket përdorimit të bankingut online, me vetëm 15.1% të popullsisë që përdori internetin për shërbime bankare në 2024, kundrejt mesatares të BE-s prej 67.2%.